Unë jam kom pak me një farë mënyre e distancume sa I përket agjencionave, producentave, në përgjithësi. Edhe ma herët kom pas dalje në skenë, nuk është diçka që për shembull u kam për mua den fillimi ashtu, po ish krejt diçka ndryshe, një emocion dhe më thoni I papritshëm, sidomos drejt fundit, kur krejt qikat janë të pritë se kush po zgjedhet mes. Komendu kështu shumë, për thomë, në mënyrë reale, komendu se një çmim ka me marë, po çmimin kryesor jo. Dhe diçka që ja vlen me cek është se unë jam kom pak me një farë mënyre e distancume sa I përket agjencionave, producentave, në përgjithësi, këtë sa një kom cek edhe burimi qysh në fillim. Unë jam shumë e kënaqur me producentin, dhe më thonë Burim Kiqina, edhe shumë falenderuese se u konë shumë korrekt me mu, në atë aspektin se më ka bind me një farë mënyre që me qenë pjesë në këtë spektakël. Arsyeja se na dhe më thonë Kosovë po jetojna dhe po shohim gjithçka dhe mënyra se qysh po qarkullojnë dhe qysh po vazhdojnë, se shumica vajza për shembull rrinë edhe me një farë mënyre lorinda edhe në hije, në atë aspektin të mos pas guxim për me marrë pjesë në çësë lloj spektakle. Pse arsyeja se po ndodhin shumë gjana, për shembull me producenta, apo kupton, nuk po janë shumë real sa I përket për shembull çmimeve, e që kjo na është më ka bu pak me kon ma e distancume, po realisht unë jam shumë falenderuese për Burim Kiqinën që u kon një producent shumë I mirë dhe u kon shumë korrekt, po menoj me krejt vajzat. E ke prit momentin e duhur për ty?